Miq Prizmus, dje kishte një ditë të gjatë kryeministri i Shqipërisë në Shkodër. I shoqëruar nga kryetari i Bashkisë Benet Beqi edhe sigurisht deputet, propozuar për deputet u takuan me strukturat e partisë, bën vizitë në thellë edhe për atë që e konsiderojnë tash pjesë të investimit për malet, për turizmin malor, edhe me shumë element tjerë, por unë sigurisht nuk është se jam kaq shumë interesuar për veprimet politike, partijake të Partisë Socialiste, sepse nuk është qëllimi i këtij emisioni që kam unë. Partitë e dinë vetë, edhe veprimet me Partinë Demokratike, normalisht mund t'i kaloj në për analizë, po jo të them që ishte kaq shumë interesante takimi me partijakët e me politikët. Po, është shumë me interes, dy vizitat që bëri në hyrjen e Shkodrës, investimin në hyrjen e Shkodrës, e kjo është shumë interesante, dhe për rrugën Shirok-Zogaj. Realisht këto janë interesante, u pan punimet, sigurisht në metodat e reja që janë të rrjeteve sociale, mund ta shohësh që gjithë ndodhin të rrjeti social, prandaj themi që edhe televizionet shpeshherë sot kanë pak rëndësi, nga që normalisht numri shikuesve ke Facebooku i kryeministrit ose i kryetarit bashkisë është më i rëndësishëm se sa portalet ose bie fjala edhe shumë televizione lokale, por qoftë edhe qendrore, nga që kjo është konkurrenca e ditëve të sotme dhe ndër këto element të rrjeteve sociale u kuptua qartë se çfarë do bëhet me rrugët. Që do bëhet edhe çfarë është perspektiva e një rrugë të tillë, gati shkon të 10 metra, dëgjova kryetarin e bashkisë, që sigurisht është shoqëruar, është standard më të mirë se sa ajo që është bërë nga ura e Bunës deri në Shirok, edhe që sigurisht bën lidhjen pastaj interkoneksionin midis Virpazarit edhe Malit Zi, të një rrugë turistike fantastike e cila qarkon Taraboshin, po qarkon edhe pjesën e krajës edhe shkon deri në Virpazar. Këto zhurma të këtij çakiçit pneumatik ngjohen në pikërisht atë që është edhe investimi madhor i hyrjes Shkodrës. Studio që kam unë këtu është ke Begjesteni dhe normalisht përpara mehet në drejtim të Kalas, shikohen ato prishjet që janë bërë dhe mbas përfundimit të marrjes së inerteve, shkatërimit të plot të atyre ndërtimeve si me leje si pa leje që ishin, do fillojnë investime. Dhe pikërisht këtu, te Moloja, u bë dhe takimi tjetër, ku kryeministri mori në dijenin e tij se çfarë do bëhet në përgjithësi me gjithë arealin e këtushëm, edhe me gjithë atë investim të jashtëzakonshëm që është hyrja e Shkodrës. I shoqëruar edhe me Bashallekun ose rrugën hyrëse, sidomos edhe me atë nyje qarkulluese që është midis urës Bunës dhe urës së Drinit, kemi të bëjmë me një investim madhor, nuk e di, mase kalon 60 milion euro, dhe normalisht i gjithë sistemi për të rregulluar, për të sistemuar, ka shifra të jashtëzakonshme, investimi që Shkodra nuk i ka parë ndonjëherë dhe kjo është e rëndësishme. Nuk është fjala e një vizite se një kryeministri, dhe nuk është fjala e vizitës se një kryeministri që ka emrin Edi Rama, cili do kryeministër që t'ishte, cili do kryeministër. Pa shmangje politike dhe pa përkulje politike, normalisht është i mirëpritur kur bën veprime të tilla. Pastaj marrëzit politike që i jepi llogari Shkodrës për të tilla gjëra, jepi llogari nga njerëz insignifikant, pa rëndësishëm që si japin Shkodrës asgjë, vetëm i bëjnë fjalë, vetëm bëjnë gam vazhdimisht për të kundërshtuar në sensin e kundërshtimit, po kurrë me arsyen dhe logjikën normale të kundërshtimit. Aty ku funksionon edhe kundërshtimi është marrëria e jashtëzakonshme e një politike e cila sigurisht atë forcë politike që përdore, kryesisht është Partia Demokratike në Shkodër, e rrudh vazhdimisht. E rrudh vazhdimisht sepse njerëzit, shikoni miqtë mi, njerëzit shikojnë. Njerëzit nuk janë budallëme si kujtojnë ta. Nuk janë kaq të marrë sa këta kujtojnë. Edhe kur janë, si të them tash, edhe kur janë të indoktrinuar, edhe kur janë normalisht militant, prapë se prapë në zemrën e tyre e kuptojnë, në mendjen e tyre e kanë të përcaktuar qartë që diçka e mirë është duke u bërë.
Nuk mund të thuash asgjë tjetër kur shoh disa investime, postime që janë për rregullimin e rrugëve në Gurdzhi dhe Juban. Po tash o miqtë mi, po kishin 30 vjet, ma 35 vjet pa bë. Nëse ati mikut tim në Juban, një nga njerëzit më të rëndësishëm që ka Shkodra, përsa i përket sportit dhe që është Ferdinand Jaku, i cili ka 30 vjet që i kërkon atë rrugën. Nuk e kërkon për vete, e kërkon për komunitetin. Ai shërben aty. Është njeriu që ka nisur futbollin e femrave në Shqipëri, një fshat i Shkodrës. Jo Shkodra. Po e përsëris edhe herë, jo Shkodra, nuk e ka nisur Shkodra, ka pas parë gjykime. E ka nisur një fshat i Shkodrës. Me atë mikun tim Ferdinand Jaku aty. Dhe kanë hapur futbollin e femrave. Tash vetëm për këtë fakt e meritohet që ti shtrosh rrugën. Nuk e di, bashkia ka shtruar rrugën. Aty dhe në Gurdzhi. Ajo pak, po ajo është rrugë e shtruar, e shikojnë të gjithë. Nuk mund të thonë, tash kur dele të thua fjalë politike, jep llogari për këtë, jep llogari. S'ka më llogaria më e mirë është me të shtruar rrugën. Llogaria më e mirë është me të rrugë hyrjen e Shkodrës. Llogaria më e mirë është me të prish ato që ke lejuar ti deri tani me leje dhe pa leje. Shëmtira dhe afera shpeshherë dhe kriminale. Abuzive deri ku nuk mban më. Llogaridhënia është kur ti ndërton rrugën. Kur ti ndërton rrugën Shirok Zogaj. E çon deri në kufi. I kjo llogari. Nëse ti fillon e ndërton, shtron një rrugë në Shkodër, edhe shtron një rrugë në Juban, shtron një rrugë në Bërdiç, Thellë atje, shtron edhe llogaria është e qartë. Bile kërkohet më tepër, i thua, po, Bërdiça nuk ka vetëm atë rrugë, ka edhe një rrugë tjetër për tu shtru. Është edhe rruga që lidh, e cila nuk është shtruar, dhe e duan bërdiçanët atë, sepse sigurisht është prishur edhe nga mas ndërtimit të bypassit. I kjo është llogaria më e mirë, nuk mund të japësh llogari rregullimi i Paçallekut, hyrja e Shkodrës. Çdo llogari më të mirë se sa atë, po kjo është llogaria më e mirë e mundshme. Jepni llogari shkodranëve. Shkodranëve jepet një llogari duke i rregulluar shërbimet. Kjo është puna më e mirë. Dhe vizita e kryeministit për këtë punë është llogaridhënia më e mirë e mundshme. Dakord miqtë mi, llogaria më e mirë është investimet, shërbimet. Nëse pastrohet Shkodra më mirë, është një llogaridhënie e shkëlqyer. Nëse Shkodra si rregullohen dhe ka plane të rregullohen edhe sheshe për fëmijët, edhe lulishte më tepër ku ka llogari më të mirë se sa kjo. Nëse i rregullohen kanalizimet, punohet në gjithë Shkodrën, nëse rregullohen Shkodra, kjo është llogaridhënia më e mirë. Në këtë pikë, si majoranca, si bashkia, si projektet që kanë, përbëjnë dhe llogarinë më të madhe të mundshme për Shkodrën. Dhe ky është suksesi i jashtëzakonshëm. Pastaj, a ka kërkesa plus? Po pa diskutim. Kush dreqin duhet ta ndali kërkesën për mirë? Absolutisht po. Por Shkodra kishte vite që nuk kishte investim. Të futesh në qertullin e marrëzive, komunistat nuk e duan Shkodrën, socialistat nuk e duan Shkodrën, ne kemi pas projekte, po nuk ne kanë dhënë. Tashmë janë edhe të pa skrupullta, edhe të gënjeshtra, edhe mashtrime, edhe një demencë politike e trushplarje se cila nuk shkon më. Ata le të vazhdojnë llogaridhënien. Edi Rama dhe Benet Beci dhe Bashkia e Shkodrës të vazhdojnë llogaridhënien kudo, me investime kudo që bëjnë, sepse vetëm mirë i bëjnë Shkodrës. Dakord miqtë mi. Pika tjetër është një nga ato pështirosjet e jashtëzakonshme që Partia Demokratike, leadershipi i saj, bile tani edhe zëdhënësja e famshme, kjo garo e Sali Berishës, bëjnë për të marrë vota e mendimin e tyre. Garo ishte kaq e zonja, kaq e dashur në Partinë Demokratike se sa në Durrës ka marrë vetëm 32 vota, megjithse kishte mbështetjen e Sali Berishës, megjithse ishte kudo mas Sali Berishës, megjithse ishte njeriu numër 1 mas Sali Berishës, në Durrës demokratat fantastik të Durrësit
e lanë me 32 vota. Mirë po Garo futet sepse futet në listë të sigurt nga dashuria e saj politike që është Sali Berisha. Me merita të jashtëzakonshme kjo Garoja, me 32 votat e Durrësit dhe me sigurisht përçmimin e demokratëve, se përçmim është kur t'jap unë si një qytet i madh, si qark i madh si Durrësi, t'jap vetëm 32 votat, kam përçmuar. Mirë po, që bën kjo Garoja famshme? Kjo për të shtuar votat e Partisë Demokratike bën një vizitë te prindrit e të ndjerit djalë adoleshent i cili u vra nga një moshatar i tij, me thik, sigurisht jo në oborrin e Shkodrës, por larg oborrit të Shkodrës, me një grindje adoleshencës, me një krim midis adoleshentëve, i cili krim i faturohet politikisht, sigurisht qeverisë dhe që e kanë zakon, Partia Demokratike, ose politika në Shqipëri. Dhe Garo bën vizitë dhe këta prindrit e përqafojnë dhe janë të lumtur me Garon, e cila thot, le të jetë ky një model për të ndryshuar do të thonë na votoni ne. Përdorin vdekjen, vrasjen e një adoleshenti për politikë, sepse kështu është edhe mendimi i dashurisë politike të Garos, ose Sali Berishës, kështu është edhe mendimi, mentaliteti i lartësive politike në Partinë Demokratike të Shqipërisë. Çdo vdekje, çdo rënie nga çdo aksident, çdo rënie nga kali, çdo smundje, çdo vdekje të përdoret politikisht. I vdiq qeveria, ajo i vdes, majoranca i vdes, ta njerëz dhe shko bën fotografi kush e lejon, dhe sigurisht është faj jashtëzakonshëm i prindërve të atij adoleshentit shkret, që Garo e shkruan në mënyrë mashtruese, gënjeshtare, të poshtër, u vra në oborrin e shkollës, kur të gjithë e kanë parë që nuk është vrarë në oborrin e shkollës. Vetëm në oborrin e shkollës nuk është vrarë. Po çfarë të bësh? Kjo është Partia Demokratike e Sali Berishës. Kjo është edhe Garoja e Sali Berishës. Dhe më vjen keq ta them këto janë edhe prindrit të përdorshëm politikisht. Gati më vjen keq, po një gjanë asaj, po atëherë ishte bërë zakon për t'i lumturuar edhe fort lumturuar njerëzit që ju vdisnin për aksione e Partisë Punës. Ju kujtohet historia e shkurtër e Palvatës? E morën shkretën 15 vjeçë dhe e çuan e guru në Rogozin Fier. Nuk realizonte normën dhe doli një masdite për të realizuar normën. Ishte 15 vjeçë më rrezik zeza. Duke gërmuar erxon një masiv dheuese, i merr frymën edhe vdes rrezik zeza. E bën heroinë edhe komuniste 15 vjeçare, s'kishin turp ta përmendin, 15 vjeçë. Si mund të merret në aksion një 15 vjeçë? Por ideologjia e bën të këtë punë. E shpallën, i bën këngë, shpallën heroinë. Ju vdiq atje, për fajt tyre, por ato e bën heroinë. Dhe sigurisht Pali e pranoi, mante dhe fjalime të rive që shkon, ndiqni shembullin e shkurtës time, kjo është ideologjia. Tash edhe këta prindrit kështu përdoren. Por nuk janë këta të parët. Sali Berisha hodhi në herë një fshat, ju shkatroi shtëpiat, i vrau 26 veti, plagosi 300 dhe ai fshat, sepse ju ndërtoi shtëpiat, sepse ju hodhi lek, sepse i pagovi, hodhi lek. Në Gërdec votuan Partinë Demokratike të Sali Berishës. Janë njerëz në konceptin moral, më amoralet e mundshëm në botë. Më amoralet e ndoshta shoqëria njerëzore. Se mund të pranosh ndër shtëpisë një pjesë të politikës, ndoshta je bërë nervoze, nuk e di se si mund të besosh se ta ka vrarë një majorancë fëmijën tënd. Si mundesh? Që dalësh me tjetrën edhe ti thua, shiko, jam me ty sepse këta më vranë. Është e tmerrshme, jashtëzakonshme. Mirë po, e di çfarë ndodh tash, se të gjithë njerëzit po shikoja çfarë thonin brenda edhe postimit Garos. S'ke turp që e përdor politikisht. Ishin gjysma e njerëzve që ndoshta janë Partisë Demokratike që thoshin çfarë bën më zonjë. Si mund ta përdorësh politikisht, si del me atë zonjën? Si mundesh ta përdorësh politikisht vdekjen e një adoleshenti?
vrasjen e tij nga një adoleshent tjetër, dhe sigurisht si mund ta përdorësh duke thënë në borrin e shkollës. Po kështu është mësuar Partia Demokratike e Sali Berishës. Është mësuar në këtë lloj mënyre dhe Garëja në këtë pjesë është grup në përdorimin edhe vdekjes për fushat elektorale dhe përgjigjen sigurisht do ta marrin me datën 11. Edhe në përdorimin e vdekjes, vrasjes së një adoleshenti nga një adoleshent tjetër, këtë përgjigje do ta marrin jashtëzakonisht të qartë dhe të mirë me datën 11, jam i bindur për këtë punë. Sepse kur përdor edhe vdekjen, domethënë ke humbur çdo lloj moraliteti, jo politik, po moralitet njerëzor. Ke humbur njerëzillekun. Është një turp i jashtëzakonshëm. Dakor, miqtë e mi. Tjetra është vizita e Matteo Renzit, ish kryeministit edhe kryetarit të Bashkisë të Firences. Dikur kam pasur një lloj respekti të jashtëzakonshëm për të, sepse punonte mirë, jo si kryeministër, po si kryetar bashkie i Firences. Ishte edhe mik i Edi Ramës, edhe një mik i emi, koleg gazetar, të thu të shkoj Rama të takoj. Ja preva shkurt me herë, nuk ka asnjë lloj kuptimi të takosh Matteo Renzit, që po bën një politik anti përdorimit politik të atyre në Itali, kur e majta italiane e luajtur mendsh, ka sabotuar disa herë veprimet e qeverisë italiane dhe Melonit vet për të shmangur dhe për të ndaluar, për të stopuar atë turmën e emigrantëve që vinë për ta gati pushtuar, them thojza, Italinë nga deti. Sigurisht do të ndrohet destinacioni dhe me anë të sigurisht shumë gjykatësave të majt, përdorimit të drejtësisë në mënyrë absurde, prokurorisë edhe gjykatave në mënyrë absurde, destinacioni nuk është se do ndrohet shumë, po sigurisht do të vinë ata që bëhen gati për të kthyer në vendet e tyre dhe do vazhdojnë. Kur Matteo Renzi del edhe ai vjen për politikën italiane dhe përdor thot mund bëhet burg thot edhe fyen, ky far Matteo Renzi i cili ka shkatruar qeverinë italiane, ka shkatruar edhe të majtën italiane dhe sigurisht bën edhe palaçon politik këtu duke deklaruar të vinë shqiptarët, ata që janë në përburgjet e Italisë, të vinë këtu edhe janë më afër të në vendit tyre. Vjen edhe sulmon edhe Shqipëri njëkohësisht, sepse sigurisht ata nuk kanë ndonjë pudor. Majta italiane thotë që do të japin një emrin, fëmia kur lind do të marrin një emrin e nënës. E majta italiane thotë që do ketë gjendër, shkolla do të ketë 3 banjo. E majta italiane është në mënyrë tragjike, por prandaj s'kan për të ardhur kurrë në pushtet, edhe për shumë vite tjera në këtë gjendje që janë. Mirë që është cop, po i bashkon vetëm urrëtia që kanë. E majta është agresive, shprehet që kisha goditur kryeministrin. Ai tjetri i majt italian, burr plak tash, Romano Prodi ka për flokësh gazetarët. Të tjerët bëhen gati që të dëgjojnë dhe të kapen me policinë. Thot një majt italiane thot është kultura atyre që vinë thot që do zëvendësojnë kulturën tonë. Më kuptoni, është një tmerr jashtëzakonshme majta italiane, e cila sigurisht është gejzuar në gjitha drejtimet, është e drejta saj që të gejzohet, do që të fusin moralin e komuniteteve homoseksuale si moralin parësor, dhe sigurisht moralin heteroseksual, atë moral që duhet marrë me dyshim. Imagjinoni çfarë majtet është. Janë sigurisht me prejardhje nga komunistët, por nuk kanë lidhje me komunistët ta. Këta janë njerëz që janë shmoralizuar, që duan të godasin familjen, që duan të godasin në rrënjë Zotin, që duan të prishin në mënyrë të jashtëzakonshme qenien e individit, në moralitetin e tij familjar, prind. Nuk duan as prindët më. Tash nuk duan as burrin më, nuk duan as një burr që është i martuar edhe që është kryetar familje, i thonë është një patriarkat. Është një patriarkal, ky duhet luftuar. Janë shmendur edhe sigurisht një prej tyre është edhe Renzi dhe vjen në Lezhë, akuzon, do edhe të bëjë edhe alegori grotesk, idiotësh, fjalë idiotësh, duke thënë që merrni të burgosurit shqiptar, është edhe racist në mënyrë të çmendur. Edhe kush? Matteo Renzi, i cili ka shkatruar Italinë duke degraduar edhe qeverinë italiane në kohën kur ishte kryeministër. Dakor, miqtë e mi, kaq kisha edhe për Matteo Renzin. E fundit është shpikja
që teknologjia e Partisë Demokratike do që të përdori mas datës 11. Sali Berisha dhe shumë aty, normal, e din që s'kan përfituar kur me datën 11. As kërkush nuk do që ta bi, ta sjellë edhe herë një komunist 1968-s në pushtet si alternativë në 2025. Imagjinoni miqtë e mi, 1968, marksist, stalinist, si Sali Berisha të jetë alternativë e vitit 2025 në Evropë, në një vend si Shqipëria, e cila është me një kam brenda Bashkimit Evropian, të famshëm Bashkim Evropian. Do kemi në ditë që të bisedojmë edhe për Bashkimin Evropian të sotëm. Mirë po, çfarë ndodh? Duke u përgatitur krahas përgatitjes madhe të humbjes që na i vodhën votat, na i bën, kanë edhe një model të ri tash. Janë votat e emigrantëve, të cilat do vinë nëpërmjet PT-s, post telegrafës. Dikush është fjala? Janë organizuar, thotë që nga gjithë punojësit e post telegrafës, të hapin letrat e zëvendësojnë. Ku të shohin letër që është votuar Partia Demokratike, ta zëvendësojnë me një letër, me vule me firma, ata janë me një sistem e sigurie, bashkë me barkodin e tyre, po kështu ja thot menja këtyre, se mund të bëhet. Këta mendojnë që i rreshtohen gjithë PT-ja, këto gjithë që punojnë, që kanë minimumi, nëse janë 1000 vetë, kanë 2000 sy, kanë edhe 4. Dhe imagjino të që gjithë çfarë mund të kuptohet, këta thotë ndrojnë letrat. Pra, nga PD e kthejnë PS, dhe pastaj këtu është fitoria e sigurt për PS-n. Kjo është metodologjia për të pranuar humbjen pa nis votimi. Por këtë metodologji ata do ta zbatojnë. Edhe këtu të jeni nëse nuk e deklarojnë me datën 12, në mos me 11 fiks. Na i vodhën votat, na i transformuan votat në post telegraf. Ju mbajni më në këtë emision, ata që e kanë dëgjuar, këtë që po ju them unë, dhe shikoni këto fotografitë që kam sajuar unë, ku ato punëtorët, e presupozoj bëj me anë të inteligjencës artificiale, hapin zarfat edhe i zëvendësojnë. Imagjinojmë ku ka qindra sy, njëra sy, ku ka qindra kamera dhe një kontroll 3 fish të përpunimit të informacionit edhe të votimit të emigrantëve. Por Sali Berisha nuk ndalet para asnjë lloj marrëzie dhe psikopatizmi fantasmagorik për të justifikuar humbjen e tij. Dhe sa më tepër humb, aq më tepër e bën të fortë veten përballë një elektorati i cili është i tij. Nëse Sali Berisha votohet nga 200.000 njerëz, ta dini se ata janë 200.000 Sali Berishë. Nuk kanë lidhje me demokracinë, i ngjajnë Sali Berishës, janë të dashuruar me Sali Berishën. Është gjë e madhe që Partia Socialiste identifikohet dhe nuk identifikohet me Edi Ramën. Është gjë e madhe që shumë të tjerë që bëjnë ndryshimin nuk identifikohen me udhëhecin. Është gjë e madhe që ti thuash Edi Rama, shiko se këtu ja ke futur kot, ose këtu këtu je i neveritshëm, nuk të shoh dot me sy të ballit. Është gjë e shkëlqyeshme. Këta që po përmendun për Sali Berishën nuk kanë asnjë fjalë vërejtje për të. Ju duket njeriu që barazohet me Zotin. Dhe këta janë njësoj, janë klonet e Sali Berishës. Dhe këta arrin ta besojnë këtë punë. Dhe këta nxjerrin teoritë të tilla. Mjafton dikush ta përpunojë, e ti thotë shiko kjo do të ndodhi, dhe ata vazhdojnë ta akselerojnë në mënyrë të jashtëzakonshme. Në këtë pikë bën pjesë edhe kjo lloj strategjie e re, e thënë brenda për brenda territoreve, kafeneve, dhe pastaj kthehet në politikë filozofike. Dhe do na vidhen votat në post telegraf, dhe ajo pastaj do të bëhet kryefjala e datës 12. Dakord miqtë e mi, ja këtë desha të thosha.